dy rivalet e përhershëm të basketbollit ton po përballen sonte këtu në Minatorin në duelin e tretë ndërmjet tyre si vjet. Adhurues të basketbollit ku do shenin këto qaste Kosovë-Shqipëri, trojtona etnike Evropa po Amerikë, mirë se po vazhdoni të qëndroni me Art Motion, adresën numër 1 të sportit në Shqiptari dhe në një tjetër ngjarje interesante dhe të bukur të basketbollit ton, Trepça Go Plus Peja. Çdo gjë është e gatshme për duelin e sontëm. Artan Gashi e hedh topin, kryesori me ndihmësit Malokun dhe Arjan Kurtalanin. Pejanët Mala, pick and roll me Edwardsin, depërton atje, bukur e kthen. Edhe me një herë Alan Herndon. Shpejt lëviz atje topi për te kapiti, pick and rolli suksesshëm për mrekulli. Kenneth Hasbrook asiston, bashkëpunimi mirë. E ngulit atë e shmonton koshin Dardani. Caesar Edwards në anën tjetër përgjigjet nga distanca e madhe. Winning depërt. Ja të rën atje. Një banane ja servon Herndon në anën tjetër kundër sulmi shpejt. Johnson nuk shënon, mirë po Williams e përmirëson për 5-9. Sot Trepça ende nuk ka shënuar as një treshe, e kjo është e dyta nga Musab Mala të Pejanëve, por përgjigjet në anën tjetër. Lufton dhe këtë top e fiton, e dëbon deri tet Mushiqi, i cili nga shala Bajgorës atje lanson dhe treshën e qillon, 2 treshe rresht. Edhe një tentim nga Winning, edhe me 3 treshe rresht. Sa bukur, çfarë asistimi i Fatlindit. Ka caktuar Greg Gibson atje, vazhdimisht po mbetet Arti në Amzillin në anën tjetër për mrekulli. Në qendër atje po mbetet Arti Hajdari me Sean Johnson, e ndihmon Herndoni me një herë batën tuna. Të ti 5 në total. I vetmuar Musab Mala në kënd, tenton dhe realizon. Kërkon hapsin atje, gabon kundër sulmi shpejt atje, Hasbrook. Time out kërkon Greg Gibson. Tuna për Hasbrookun, pick and roll me Sean Johnson. Shoshaj nuk arrin t'ja vjedh të top dhe për mrekulli kërcimi Hasbrookut, i cili përsëri bombardon me treshën e tij, e bën një seri për 11-0. E përgjigjet në anën tjetër Williams. Në lojë rikthehet Musab Mala, me të vërtet me Musabi në lojë Peja po luan shumë ndryshe. Tuna një diagonale atje e Hasbrookut për batën tunën. Reprezentuesi i Finlandës, Amzill më i miri në ndeshjen e fundit kundër Sigal Prishtinës me 28 pikë të realizuara. Tentimi Hasbrookut. Sa bukur Hasbrook, Amzill. Arti Hajdari me mbrojtje të mirë, topi shkon jashtë përsëri te Hasbrooku. Nuk e fiton duelin me Amzillin, e ka kontrollin e jashtëzakonshëm. Sa bukur atje Mikaelet Mushiqi, ish lojtari në 3 ligat më të fuqishme evropiane. Për Amzillin, reprezentuesin e Finlandës, i cili e komplikon mirë, po në fund realizon. Mire bëri këte, i hapi vetës hapsin, shkoj mrapa dhe depërtoj. Hasbrook. Treshja e 5 e ti. I hatashën, blokada tje tani edhe Tunës kundër sulmi shpejt. Edhe asistimi i 6 i Hasbrookut, 17 pike, 6 asistime. Amzilli e më pas edhe në periudhën 2014-17 me 4 titujrash në anën. Sonte bananet në Minatori po shkojnë me të lirë. U knaqën të shpërnda bananet. Lihet atje via fundore e pa mbuluar. Jordan Johnson tenton, nuk realizon. Shëndin trapi e ngulit. Vetëm 4 pikë në këto 6 minuta loj. Batën tuna tenton për 3 pikë dhe tani edhe batën tuna
12 piki ka e 9 kërcime pranë double-doublit Mustafa Amzili dhe 10 pik Akili Winning. Depërtimi bukur atje i Jordan Johnsonit të Go plus Pes, Amzili i pandalshëm. Akili Winning edhe 1 sekund në 100-at e fundit, tenton dhe treshën e realizon. E kap kokën Greg Gibson, nuk po mundet me besu, po thot lekrit. Edhe njëherë Akili Winning. Ajo asë si nuk mund të tolerohet edhe duhet të reagohet me njëherë. Ja dhe treshja e parë më i larti në kërcip Musa Mala, një tjetër Mitrovicas. Tentim për Alejhub dhe për mrekullia atje funksionon. Tmurshiqi për Sean Johnson nuk realizon, por Amzil me kërcim në sulm dhe tani 10 kërcimeve double-double i Mustafa Amzilit. Në anën tjetër koshin e shmënton Edwards për 79 me 57. Luan 1-1 me Herndonin dhe mbite realizon. Nga trot atje pak, topi shkon në anën tjetër për Batën Tunën, i cili realizon treshën e tij të 4. Kapiteni Anes Gashi në loj, depërton dhe realizon. Shoshaj e kthen atje për Salla Begolin. Në anën tjetër Batën Tuna, sekondat e fundit dhe 30 sekonda deri në fund. I hatashëm sonte është Batën Tuna. Tuna sonte 96 me 61. Në anën tjetër edhe Venis Haliti, pra të gjithë lojtarët e Trepçës sonte janë regjistruar në listën e koshashënuesve. Dhe ndeshja mbyllet me rezultatin 98 me 61.